العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Nga dje filluam pjesën e ligjëratave që i mbajmë pas Ramazanit me kapitullin e 80 me radhë që nga fillimi i librit, kapitulli i cili flet për raportet e besimtarit me pushtetarin musliman dhe se muslimani duhet me ndëgju të parin e tij, kryetarin e tij, emirin e tij, khalifin e tij, kur ai urdhon të mira. Dhe në momentin që ai urdhon në mëkat, nuk ngelet detyrë dhe obligim për xhamatin, për besimtarët, për qytetarët që ti binden atij dhe ta ndajojnë atë. Dhe filluam me sharimin e hadithit të parë në këtë kapitull, hadithi 663 më radhë, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'a fima ahabba wa kariha ila an yu'mara bi ma'siyatin fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a." Muttafaqun alayh. Individi musliman duhet të ndëgjon dhe të bindet kryetarit musliman në gjërat që i don edhe në ato që nuk i don, në gjërat që i pëlqejnë edhe në ato që nuk i pëlqejnë, përveç se nëse urdhrohet në mëkat. E nëse urdhrohet në mëkat, atëherë nuk ka as dëgjim, as bindje karshi tij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Në mësimet e kalume kemi folur për disa mesele fikhore, juridike që dalin nga ky hadith, të cilat e kanë rregulluar në mënyrë briljante raportin e qytetarit musliman me pushtetarin e tij. Janë mësime dhe porosi që tregojnë thellësinë e mësimeve islame, larg pamësinë e ligjeve të Zotit dhe sa kohë ummeti islam ka qenë përpara botës në rregullimin e këtyre gjërave, që megjithëse sot shekullin e 19 dhe shekullin e 20 ndoshta këto gjëra janë rregulluar me ligje, por fatkeqësisht hala nuk gjejnë zbatim të mirëfillt askund në botë. Dikun e gjejnë pak më mirë, dikun pak më keq, mirë po në formën se si ka rregulluar Islami nuk i gjejnë askund, përveç aty ku ka sundu Islami me ligjet dhe mësimet e veta. Që pas tyre mësimeve juridike, të kalojmë te pjesa tjetër e mësimeve që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ajo që ka të bënë me mësimet dhe porositë që i nxjerrim nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është se ne si musliman duhet të jemi të edukuar të respektojmë hierarkinë,
Të na shqiptarët kjo punë pak është e vështirë. Se secili prej neve pak si ta ndije veten, pak si të mësoje, pak si të fitoje, pak si të ketë forcë, më njëherë pavarësohet, më njëherë rebelohet, më njëherë largohet, dhe mendon se edhe vetë mundet me bo si mësuesi i vetë, edhe vetë mund me bo si usta i vetë, edhe vetë mundet me bo si kryetari i vetë, bile edhe ma mirë. E kjo hadith neve në mëson që secili prej neve në çfarë do organizate që është, çfarë do xhamati që është, çfarë do shoqërie që jeton, të mësohet të respekton hierarkinë. Shumica prej neve që janë këtu në xhami, kur janë xhamat me një xhami, vazhdimisht kanë kritika ndaj këshillit të xhamisë. Kanë vërejtje. Shumë herë me vend dhe shumë herë pa vend. Sidomos ata që janë matëri, lipin, kërkojnë gjona mja plotësu këshilli i xhamisë. Edhe kjo është qasje e mirë për me qenë kritik ndaj fenomene negative, por jo me qenë destruktiv. Me kërku një gjanë që s'bohet, me kërku një gjanë që s'mund të bohet, me kërku një gjanë që është për te kapaciteteve të xhamatit, të këshillit, të xhamisë për ta bërë. Mirë, po çka ndodh? Momenti kur të njëjtët mas një kohë i bëjnë do vjet, e piqen, edhe u vjen rreni ata me marrë kryesinë e xhamisë, të njëjti që deri dje kishin vërejtje, kishin ankesa, kishin kërkesa, tash kur vjen xhamati thotë atyve, hey, që këtë keni mangut, kjo na duhet, kjo tash thojnë ata, si u thoshin para prakët e tyre. Ka dalë, i të kërku gjana që zbonë, e një të ungut, s'kemi kapacitet, s'kena mundësi. Që do më thonë kjo? Se me fol nga publika është shumë letë. Me qenë loj, edhe me mojt loj 90 minuta është shumë vështirë. Ama ti kur je publik, s'do me një për vështirësi që i ka lojtari. Deri sa të bosh vetë lojtari. E kur ti ish loj, pas të problemi të maj madhë ka me qenë publika, pas të juve shërini edhe bëni zhurë me problemi. Kjo është jeta jonë, vëllezër. Kjo është e mungesa e edukatës. Biri se di babës, vazhdimisht ankohet, se kemi ketë. Ama ai nuk del sa vaherët për shpije me punu për me sjell pare për me rregullu gjendjen ekonomike. Ai se ka gajlen e mirëmbajtjes familjes, edhe vazhdimisht ankohet. Deri sa të vota i vetë i pari i shpisë. E tjetë gajle e shpisë mbi supet e tia. Atër thot, kur fillon djali ti edhe vajze ti mu anku edhe me kërku, edhe aje kupton tash çka ka boj me babën e vetë, me nonën e vetë. Këto shembujt nga shtëpiat e tona dhe nga xhamiat tona është njëjta situatë me shoqërinë tonë. Kur je popull, veç ki kërkesa, veç ki ankesa, veç ki propozime. Deri se ta marrësh pushtetin. Kur e me pushtetin, pastaj e shef se krejt kërkesat, krejt ankesat, krejt vërejtjet, do thot, edhe ato që janë me vend, është vështirë më realizu e mos flasim se një pjesë e tyre është pa vend. Andaj krejt kjo, si hyrje këtë temë, neve duhet me na eduku, me na mësu që na me respektu hierarkinë. Po mirë, si me bo ndryshimin? Me ofrimin e kualitetit të punëve tuja. Ti nëse i e xhamat, askush nuk të pengon ty më uqu me fshit xhamin. S'ki nevojë ti me prit këshillin e xhamis me fshit xhamin.
Një ditë për ditëve vjen me herë në xhami një orë dhe e fshin xhamin. Askush nuk të pengon ty me i pastrua WC-at e xhamis. Askush nuk të pengon ty me e aromatizu xhamin. Askush nuk pengon. Bënu xhamat konstruktiv. Ofroja ndihmën tonë për krahjen tonë, shërbimet tuaja këshillit xhamis. Edhe mos lip ti pozit, edhe as mos lip poshtë. Edhe as mos e përmend këtë që e bën ti. 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet ka më thonë xhamati, po që ka nga ma i miri piketve, ki punoj ka. Punon në zonin si njët, punon si përmen kërkon, punon nuk e ngarkon kërkan. Edhe që me bo? Po këja meriton me na udheq neve në xhami. Edhe bindet shumica e xhamatit, thash shumica, nuk thash keq, se krejt më u bind se ti e ma i miri është e pamundshme. Krejt më u bind se ti e ma i përshtatshme është e pamundshme. Andaj shumica e njerëzve dhe valla filoni e meriton, valla filoni e thecë për boha. Edhe andaj na e themi se cilit njeri, në çfarë do lloj pune që është, bëje punën, mos e kërko pushtetin. Nëse e bën punën, do t'jep Allahu pushtetin. Tash pushteti është 2 llojesh. Na po flasim për pushtetin real. Po pushteti real i shtetit është 1, edhe pushteti i autoritetit është 2. Nëse s'mundesh me arrit pushtetin real, ti ke me pas pushtetin e autoritetit më të madh se sa i pushtetari i vërtet. Edhe kjo ka qenë puna ulemave në shtetin islam. Dietarët musliman kanë pas pushtet më të madh se sa halifet e muslimanëve, se sa qeveritarët musliman. Pse? Sepse ata e kanë bërë shërbime shoqërisë pa ja imponu edhe pa kërku për tyve pagesë. A qeveritari, pushtetari, ta imponon vendimin, edhe shërbimin, po në gjithë kërkon edhe bashkëpunimin tanë, për krajën tonë, pagesën tonë. Edhe andaj ulemat në botën islame kanë pas pushtet autoritativ, se që tek njerëzit kanë qenë më të dashur edhe më të respektuar se sa qeveritarët. Edhe kjo është shembulli që na duhet ta ndjekim në zhvillimet tona. Të ofrojmë punë, të ofrojmë shërbime, të dallohemi me aktivitete pa na unizoni. E pastaj ti ngritesh edhe në punë, në njëjtë. Nëse ti punon, jep hakun punës, vjen i pari, shkon i fundit, je kualitativ në punën tënde, i kryen detyrat tuaja si duhet. Është e pamundshme mos me u ngrit ti në atë organizat pune. Nëse zgritesh me pozitë konkrete, kemi qenë më i respektuar në shoqëri. Edhe s'është çdo gjë me qenë përfitim material. Ama unë se kam këtë vend se marrë këtë rrugë. Sepse risku dhe furnizimi nuk është veç parja. Edhe kjo është njëra prej gabimeve që i kanë njerëzit në jetën e vetë. Se mendojnë se veç me pare, sot në punë nuk është e vërtetë. Shumë herë njerëzit të pasur nuk kanë mundësi me kryer punë, sa kryen punë një njeri i thjeshtë i rëndomt. Për shembull, veçsa për shembull, një prej rasteve. Nëse 2 njerëz janë të dhënuar mes vete, kush ka më pajtu, kush ka pushtet e pasuri, apo kush ka autoritet? Shumica e rasteve shkojnë ata që kanë autoritet. Edhe i pasur, i pushtetshëm, nëse s'ka autoritetin, respekti shoqëri, kur se pranon me hyrë në atë pjesë. Andaj njerëzit kur kanë probleme mes vete, i lypin ata që kanë autoritet prej kontributit madh shoqëror që e kanë shoqëri. Pse se ata edhe ndajnë drejt, po edhe fjala e tyre vlerësohet edhe peshohet. Gabimi më të madh që e bëjmë ne si shqiptarë në veçanti, edhe njerëzit në përgjithësi, është që para se më u pjek kushtet, dojnë me vjel frytet.
Edhe para se me u bind shoqëria që ti e meriton, mundoheshti me e marrë pushtetin. Edhe në momentin që ti e merr, normalisht e pjesa tjetër që është pjesa e keqe e shoqëri, bën çmos për me të dështu ty, edhe ti me dali pa aft në qeverisje që nesër në më thonë, ja, këta që ju i vlerësut e mendu se janë më të mirë, janë të pa aft me ju qeverisje. S'po flas për rrethona lokale politike, po flas për zhvillimin e umetit islam. Kur forcat muslimane dikun ofrohen si alternativ, ata i pengojnë, derisa piqen kushtet që ata me marrë pushtetin, me merit. Mas dështimeve shumë dekallëshe të pushtetarëve diktatorial në botën islam. Edhe vinë edhe marrin muslimanët që kanë shërbyer shoqërinë me dekada. Tamam ata e marrin, këtë bota qonë të kom, edhe munafikët ati vendi qonë kom, edhe bëjnë çmos për me pengu zhvillimin, edhe me rëzu atë pushtet, sepse në momentin që u jepet liri edhe hapësirë në zhvillim, në kontribut, atër binde shoqëria se kjo që ka alternativa më e mirë, dhe kjo që ka zgjedhja më e mirë. Mirë po, këto e në cikle kohora, që vinë edhe shkojnë, derisa umeti islam bindet tërësisht në ofertën e islamit, edhe të zhgënjehet tërësisht nga të gjitha ofertat tjera. Prej fillimi shekullit 20, e deri tash në fillimin e shekullit 21, umetit islam janë ofru oferta ndryshme. Oferta e pushteteve diktatoriale, oferta e pushteteve socialiste, edhe oferta e pushteteve kapitaliste. Edhe janë mundu vazhdimisht me u amshel syt edhe vesht, edhe ata mos me pa ofertën e islamit. As mos me ndëgju për ofertën e islamit. Janë mundu. 100 vjet e ma shumë. Dhe mundohen vazhdimisht. Dhe deri para do viteve, do të këtë luftë kundër islamit e kanë bërë në mënyrë të sofistikume, në mënyrë finoke, perfide, me hile, me kurtha, po më morë vesh. Unë s'kena na problem me islamin, po kena problem me këtë organizat, kena problem me këtë lloj njerëzish, kena problem me këtë qasje fetare islame. Edhe normalisht janë mundu nga pas perdeve me i dirigju gjanat. Tani këto vitet e fundit ka ra perdja, ka ra mos. Tash lufta është e drejtë për së drejtë, është konkrete. Edhe luftohet gjithë që është islame, edhe bilim këtu të na, ku najna, do thot, nuk kena interese politike, po dojemi me kontribu në zhvillimin e shteteve tona, më njëherë që 10-15 vite islami politik. Ato s'ka problem as me islamin politik, as me islamin apolitik. Ata ka problem me islamin si fe. Po s'mojnë me thonë, s'kanë guzim, s'kanë fuqi me thonë, na kena problem me islamin, e folim për islamin politik. Dhe thotë, na nuk pranojmë ju me na qeveris neve. A na, muslimanët, duhet me pranu, deshtem apo nuk deshtem, ata me na qeveris neve. Dhe na s'kemi drejt mu anku, as me kundështu. Ama ata ani pse janë pakicë, ata kanë drejt me refuzu dhe me kundështu qeverisjen me islam, edhe pse kjo nuk është temë e bisedimeve të muslimanëve këtu te na, në Ballkan. Askush për muslimanëve nuk e pretendon pushtetin, edhe nuk synon me imponue njerëzve qeverisjen islame. Megjithse na jemi të bindur me bindje të paluhatshme, se në momentin që vjen islami me qeverisë të vende, kanë metu shumë më mirë se që jetojnë sot. Kur të vjedhet dora, kur të pritet dora atyre që vjedhin pushtetin, e të burgosen ata që e meritojnë më burgos, ata kanë me apudh dorën atyre qeveritarëve musliman.
edhe kanë menet gaditu gjithë ditën, të thonë, pirolla i qoftë. Dhe juve që na sollët këtë qeverisje, e cila i zhduki ata njerëz korruptum, ata hajdut, ata matrapaz, ata ofendus, ata ignorus e kështu me radhë. Po megjithatë ne si musliman nuk kemi as i pretendime. Po ajo që dojmë ta bëjmë është kontribuojmë për me zhvillu këtë shtet edhe me sjell një pushtet që ka me qenë i drejtë dhe funksional në këto vendet tona. Mirë, po për me mri deri ajo, deri te ai ndryshimi, na duhet secili prej neve, unë edhe ti, me ndryshu qasjen tonë në këtë rendin hierarkik. Mos mu rebelav, çdo xhami me pas pozitë edhe opozitë. Çdo organizat me pas pozitë edhe opozitë. S'ka nevojë. Janë aktivitete vullnetare. Janë aktivitete për sevape. Janë aktivitete për vetë dëshmim. Janë aktivitete për vetë knatësi. Duhesh me një vete që po knaqësh. Në momentin që unë vi në sabah, me ligjeru, nuk duhet me një vete si me zorë me ardhë. Ma kam bot detyrë dhe obligim sabah me shku me majtë ders. 5:30, 6 ora me majtë ligjerat. Jo, marrë me knasi, me qef. Elhamdulillah që Allah ma ka mundësu një shpipi shpjeve Zotit, me shku me falë namaz sabah u xhami edhe bashkë me musliman me nejtë xhami me përmendë Allahun e madhërish. Mu knash. Edhe ai që e pastron xhamin, edhe ai që organizon jetën në xhami, edhe ai që e pastron rrugën, edhe ai që e pastron shkollën, edhe ai që këtë punë që i bëjmë na, jetën tonë duhet mi bëjmë me dashni, edhe me knatësi, edhe me kuptu se me këtë kontribut na fitoj. Ani pëse s'na den kërkush, ani pëse s'na e vlerëson kërkush, ani pëse s'na e pagun kërkush, s'ka lidhje. Ka kush e pagun. Allah është një drejtë. Nuk ja len kur kujt mundin mi shkukot. Ja pagun. Ta pagun me autoritet, ta pagun me shëndet, ta pagun me fam, ta pagun me bereqet, ta pagun me evlat, ta pagun forma ndryshme. Pa ta pagun nuk e len. Ama kush don me nëpërmes problemeve, nëpërmes zhurmës, nëpërmes ofendimeve, nëpërmes vërejtjeve, nëpërmes pengesave, nëpërmes sabotimeve, nëpërmes komploteve, me erzu të mirin, ose me erzu atë që është e mja marrë dikush tjetër vendin e tij, nuk ndihmon në zhvillimin tonë. Veç shkon edhe e komplikon situatën. Edhe andaj na e mësojmë vetë vetën, alhamdulillah, e mësojmë vetë vetën, edhe tjerët, që kështu t'i qasemi këtyre fenomeneve shoqërore. Kontribuojmë të gjithë na për ta përmirësu gjendjen tonë, për ta paksu të keqen që dominon të na. Hap pas hapi, faz pas faze, cikël pas cikli kohor, etap pas etape, ndoshta na nuk mund me mri qëllimin, po përgatisim infrastrukturën, logjistikën, që breza që vim mas ta kenë, ma mirë edhe ma sakt edhe ma dobishme. Allah i madhëshëm pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thot, ndoshta ti mundesh me vdek para se me arrit qëllimin ta. Kjo është për me të regu se proceset e ndryshimit janë gjata. Ama fillim, ndryshimi fillon të te. Dje lexova një shkrim, edhe ishte një porosi shumë e madhe. Porosi për mu edhe për ne. Ne që zakonisht ankohemi për të tjerët, as bëjmë ndryshime të vetja jo. Edhe në një prej tregimeve të indianëve të vjetër, ishte një hiqaje, një rrëfim. Po zakonisht këto fabulat që quhen gjuhën shqipe,
do thotë kanë mësime, edhe kanë porosi. I shkon 1000, e ai ishte tut prej macave, si zakonisht. E kishte gjetë një fallxhore, e kishte thonë, apo mbon me mace, klasa për tute. Ka të shkoj, ndel maca, më shenjë kontë. E këj fallxhori kishte thonë, tamam, po të bëjmë mace. E kishte bo mace. E mësi e kishte bo mace, ajo maca u tut ke piqenve. Ka ta shif këtë qenin, ik. Edhe rrët e fallxhori tha, a bambe me mbo qenda se diqa pitutës për qenve. E bo një fallxhori qenë. E qeni pastaj gjokun që shef ke një tigër, ik ke për ti. E qëshin kom për i frigës për tigër. E rrët e fallxhori tha, apo mbon be tigër dhe se ku po e shof tigër dhe po pështen kom pitute. Tha, po të bëj. E bo një tigër. A i tigri tha, i shkoj edhe të utut për gjuetarve, që e gjushin atë. E ardhë miu në fund, që i miu që u transformu në tigër, tha, apo më këthem be prapë, tha, në misë, ose badjava, shka të boha shtu të për tigë. E i tha, ki fallxhori, qka të dush, bano? Si më së të ndëshësht i zemrën tonë dhe vetën tonë, ti vazhimi ki mutut. Se Allah jeton me zemrën e miut. Ani që i bo tigër. Edhe njerëzit, njëtën e vetë, pa e ndryshu vetë vetën, nuk i ndryshot gjendje e ti. Shumë është më nësi qasja jonë ndaj fenomeneve, me cilët na gjindemi, edhe na jetë. Nëse na nuk e ndryshojmë qasjen tonë, së ndryshot. Për shembull, ardhja në sabah në xhami, ti forsa dush gjithë natën, ti vetë si mës ta vendosish që une ka me botë që ka me bonë, nese sabah ka me shku në xhami, ti së në vjenë. Atë fol aj, atë fol kë, atë thot aj, atë thirë kis, nuk bënë dobi, ti vetë dush me vendosë. Do me dalë me esë në malë, bënë e ma vetë sa të dush, mirë është me dalë, shnetë është, dobi është sen, po ti pa e vendosë vetë me zemrën tonë, pa e mbindë vetën tonë se dush me dalë, kur kështë të në tjerë? Ishë, të shpia me ardhë, miro buris, kerit, sirenës, nuk të është bishpirë. Pa e vendosë të vetë. Dhe njerëzit e sukseshëm janë ata që vetë e kanë vendosë me ndryshu vetën e vetë. Janë bindë se kështu më nuk shkon. Janë bindë se ke qka ke, mjaftë ke. Ta është bëjmë ndryshe. Edhe njerëzit që kanë vendosë me ndryshu gjendjen e vetë, familjes vetë, poplit vetë, ata sakrificë e tyre ka me ndryshu dhe potë. Andaj, trimat luan të islamit në Gaza, me atë sakrificë të madhe, me atë vendim të madhe të jashtëzakonshëm që kanë morë njëtën e vetë, ata kanë me ndryshu potë. Sakrificë e tyre. E kjo që ndodhë është shumë pak krahasim me atë që ka me ndodhë. Se gjakë i tyre, sakrificë e tyre, s'ka me shku kotë. Allah ka me pagujt, edhe ka me shpërbly. Dikush mendon se kotë shkun 70-80.000 njerëzi, kotë u plagosë 120.000 njerëzi, kotë u shkatru 90% nga dhe. Jo, valla, kur gjos ka kotë të Allah. Hiq. Nësi i e musliman, gabimin matë madhë njëtën tonë e bonë, nëse mendon kështu. Si i ka Allah u të asgjë, si fshijet Allah u të asgjë. Edhe asgjë Allahu nuk e shpërfill pa jadhon atë që meriton. Po edhe mua dhe ti njëjtë. Aq sa punojmë, aq sa sakrifikojmë, aq sa angazhohemi, aq sa flijohemi, aq ka me në dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ama unë edhe ti du të me vendosë ndryshimin. Nëse na nuk e bëjmë vetë ndryshimin në zemrën tonë, s'ka mundësi me ndryshu jeta jo. Edhe andaj te porosia e ndëgjimit dhe bindjes ndaj do të parit është ky mesazh, të ndërtojmë hierarkitë që ndosh në zhvillimet tona shoqërore. Edhe rivalitetin ton ta ofrojmë me kontribut, me punë. Jo të jemi kritikant të krejt çka shohim, a kur të vjen puna me bëu diçka na mos me mujt me bëu asnjë send. Por ofro shërbim, ofro punë, ofro propozim,
ofro përkraje, ofro do thot shtytje tjerëve, hesi përpara. Punoni, na jemi me ju. Në momenti që lodhen ata, të vjen rejni ty, e merr edhe udhëheq edhe ma mirë, ajo dikush punon ti për mikrije, jo zban, jo keq, jo ashtu. Hajtë bëllo, merë, punoj, bënë ti. Masi s'po di ka punoj. Jo do në zdi me bëllo, ama dhe kështu zvonë, për shkon kështu punon. Shkon kështu punon. Normalisht ka dhe shumë mësime dhe porosi, koha që keshim disponim në përfundoj, në këtu po ndalemi, duke lutë Allahun e madhëshëm në dhonë dijet dobishme dhe vepra të mira, me në dhonë sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu se jemi bashkuar në këtë xhami për të marrë këto porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i madhëshëm në bashkoft dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.